Tërbaçi ishte ndalesa radhës e kandidatit për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Damian Gjiknuri. Gjatë takimit me banorët e fshatit, Gjiknuri tha se kur ishte në pozicionin e ministrit apo drejtuesit politik të qarkut Vlorë, është marrë me problematikat e zonës së Tërbachit, si nxjerrja e fondit për ujësjellsin, kërkesën e vetë banorëve të Tërbachit për një zgjidhje të problematikës që mori zgjidhje. Jam marrë me shumë halle dhe probleme tuaja, siç bërat mundur atëherë, nxjerrjen e fondit për ujësjellsin, që patjetër fshati juaj e kërkonte në atë kohë. Dhe më vjen mirë që edhe rruga që ka filluar tashmë, po bëhet realitet, është një rrugë që e keni kërkuar. Besoj brenda vitit ajo rrugë do përfundoj dhe Tërbaçi do të ketë një mundësi edhe më të madhe se do vizitohet nga shumë njerëz. Unë personalisht ndihem mirë që edhe si ish ministër në atë kohë bashkë me Edi Ramën, bëm të mundur bërjen e rrugës Lumit Vlorës, që është një rrugë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe që realisht e ka nxjerrë në pak të zonë dhe ka krijuar të gjitha këto mundësitë e tjera që tashmë të lidheni edhe me rrugën që është duke u bërë. Dhe paketa e maleve që është për njerëzit, nëse me rrugën tuaj do të dojë dikush të bëjë një bujtin apo të ketë mundësi tjera, do të marrë përsipër qeveria të financojë me shpenzimet e saj, pa risk nga ana e juaj. Investimet e mëdha ujësjellsa e shumë investime madhore i mbulojnë me lekë të BE-s. Referuar në alternativave me të cilat elektorati përballet në këto zgjedhje parlamentare, Gjiknuri theksoi se përpara zgjedhjes politike janë dy alternativa, ajo që na çon pas dhe alternativa e Partisë Socialiste, që do të thotë vazhdimi të gjitha punëve të mira. Para zgjedhjes politike kemi dy alternativa. Alternativa që na çon pas dhe alternativa e Partisë Socialiste, që do të thotë vazhdimi i gjithë këtyre gjërave të mira. Ju nuk keni asnjë arsye për të kthyer pas për votuar parti tjetër. Çfarë ka bërë PS-ja për Labrin? Ta krahasosh me çka kanë bërë të tjerët, diferenca shumë e qartë. Me votën tuaj, me mbështetjen tuaj si deputet i kësaj bashkie, unë do doja të ishe një zë i fortë, jo vetëm për të bërtitur, por për të zgjidhur probleme që nganjëherë nuk janë aq thjeshta për të zgjidhur. Për komplikimet që ka kjo zonë, edhe për trashëgiminë e saj, do t'i duhet një njeri që jo vetëm i di problemet, por t'i zgjidh ato në interesin tuaj dhe të ketë forcën se si t'i marr ato vendime në dobi të komunitetit përfshirë dhe fshatin tuaj nderuar. Që ne të lidhim një marrëveshje morale dhe unë nuk dua ta dëgjoj atë se e dëgjoj nganjëherë, Damiani është i dal, Damiani është fituar, jo, unë kërkoj të marr votat masive të qarkut Vlorë, të qytetarëve të Vlorë, pse të kem peshë politike dhe të kem mirënjohje dhe borxh moral për votën që do më jepi, sepse është hera parë që kërkoj vot për personin tim.